Horoskopi ditor 4 qershor. Dita kur një e vërtet del në dritë. Askush nuk e priste. Jo çdo e vërtet del në dritë kur je gati ta dëgjosh. Ndonjëherë ajo shfaqet pikërisht në momentin kur mendon se gjithçka është vendosur dhe nuk ka më asgjë për të zbuluar. 4 qershori është një nga ato ditë. Disa njerëz mund të kuptojnë se dikush nuk ka qenë plotësisht I sinqert. Të tjerë mund të zbulojnë se një mundësi ka qenë përpara syve të tyre gjatë gjithë kohës. Dhe disa shenja mund të përballen me një realizim që ndryshon krejt mënyrën si e shohin javën. Kjo nuk është ditë për të injoruar sinjalet, sepse ajo që zbulohet sot mund të ketë ndikim shumë më të madh se sa duket në fillim. Dashi. Një situatë që e kishe marrë si të mirëqenë mund të të tregojë një anë krejt tjetër dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo gjithçka ka qenë ashtu siç dukej. Një moment I vetëm mund të ndryshojë mënyrën si e sheh një person ose një zhvillim të fundit. Në punë, një informacion mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë ku duhet të përqendrohesh. Në marrëdhënie, një reagim I papritur mund të zbulojë më shumë se sa shumë biseda të gjata. Mos u nxito të japësh gjykime. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse vëzhgon me kujdes dhe nuk reagon menjëherë. Nëse arrin të shohësh përtej asaj që duket në sipërfaqe, mund të fitosh një avantazh që nuk e prisje. Demi. Një e vërtet që ka qenë e fshehur pas rutinës së përditshme mund të dalë në dritë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin më shpejt nga sa kishe menduar. Një moment I vetëm mund të të tregojë se një situatë që të shqetësonte nuk është aq e ndërlikuar sa dukej. Në punë, një zhvillim mund të të japë më shumë siguri për vazhdimin. Në marrëdhënie, një sqarim mund të largojë një paqartësi që ka qëndruar prej kohësh. Mos u kap pas dyshimeve të vjetra. Kjo ditë mund të të tregojë se realiteti është më I favorshëm nga sa ke imagjinuar. Nëse arrin të pranosh atë që po shfaqet, mund të ndjesh një qetësi të madhe. Binjakët. Një komunikim mund të ndryshojë krejt energjinë e ditës dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa përgjigje po afrohen më shpejt nga sa prisje. Një moment I vetëm mund të të tregojë se ajo që kërkoje nuk ishte larg, por thjesht nuk po e shikoje në drejtimin e duhur. Në punë, një takim ose një mesazh mund të hapë një mundësi interesante. Në marrëdhënie, një bisedë mund të zbulojë ndjenja që nuk janë shprehur më parë. Mos e shpërnda energjinë në shumë drejtime. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse fokusohesh tek ajo që ka më shumë rëndësi. Nëse arrin të dëgjosh me kujdes atë që po ndodh rreth teje, mund të zbulosh diçka shumë të vlefshme. Gaforja. Një ndjesi që e ke pasur prej kohësh mund të marrë konfirmimin që të mungonte dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se intuita jote nuk ka gabuar. Një moment emocional mund të të tregojë se një situatë po shkon në drejtimin që e kishe ndjerë prej kohësh. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë planet e ardhshme. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim mund të sjellë qartësi që mungonte. Mos kërko prova për çdo gjë që ndjen. Kjo ditë mund të të tregojë se disa të vërteta kuptohen përpara se të shpjegohen. Nëse arrin të dëgjosh më shumë zemrën dhe më pak dyshimet, mund të fitosh një siguri të re. Luani. Një situatë që e kishe konsideruar të qartë mund të zbulojë një detaj që ndryshon krejt mënyrën si e sheh dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se jo gjithçka ka qenë ashtu siç dukej. Një moment I vetëm mund të të tregojë se dikush po pret një reagim nga ti përpara se të bëjë lëvizjen e radhës. Në punë, një zhvillim mund të të japë mundësinë të tregosh aftësi që nuk janë vënë re sa duhet. Në marrëdhënie, një bisedë mund të nxjerrë në dritë diçka që ka qëndruar e pathënë. Mos e lër krenarinë të pengojë të shohësh realitetin. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse zgjedh qartësinë përpara impulsit. Nëse arrin të dëgjosh më shumë dhe të flasësh më pak, mund të kuptosh shumë gjëra. Virgjëresha. Një detaj që kalon pa u vënë re nga të tjerët mund të bëhet arsyeja pse kupton diçka të rëndësishme dhe kjo mund të të bëjë të shohësh ndryshe një situatë që të ka shqetësuar. Një moment I vetëm mund të të tregojë se përgjigjja nuk ka qenë e fshehur, por thjesht nuk po e kërkoje në vendin e duhur.
Në punë, një zhvillim i vogël mund të ketë ndikim më të madh se sa duket. Në marrëdhënie, një reagim i sinqert mund të largojë paqartësi që kanë qëndruar prej kohësh. Mos e humb energjinë duke analizuar pafundësisht. Kjo ditë mund të të tregojë se veprimi i zgjuar vlen më shumë se mendimi i tepërt. Nëse arrin të besosh më shumë tek ajo që sheh, mund të fitosh qartësi. Peshorja. Një e vërtet që ke shmangur për të ruajtur qetësinë mund të dalë përpara teje dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra nuk mund të shtyhen më. Një moment i vetëm mund të të tregojë se ekuilibri i vërtet nuk ndërtohet duke injoruar problemet. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh se cili drejtim meriton më shumë energji. Në marrëdhënie, një bisedë mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një person. Mos sakrifiko atë që dëshiron vetëm për të shmangur tensionin. Kjo ditë mund të të shpërblejë nëse zgjedh sinqeritetin. Nëse arrin të përballesh me atë që ke shtyrë prej kohësh, mund të ndjesh një lehtësim shumë të madh. Akrepi. Një situatë që ka ecur në heshtje mund të zbulojë më në fund fytyrën e saj të vërtetë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se intuita jote ka qenë shumë më afër së vërtetës se sa mendon. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një person ose një zhvillim nuk është ashtu siç dukej në fillim. Në punë, një informacion i papritur mund të të jap avantazh të rëndësishëm. Në marrëdhënie, një reagim mund të nxjerrë në dritë emocione që kanë qëndruar të fshehura. Mos vepro menjëherë vetëm sepse zbulon diçka të re. Kjo ditë mund të të tregojë se fuqia e vërtetë është të kuptosh përpara se të reagosh. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të fitosh shumë më tepër. Shigjetari. Një zhvillim që duke i largët mund të afrohet papritur dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se disa gjëra po lëvizin më shpejt nga sa kishe imagjinuar. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një përgjigje që prisje nuk është më larg. Në punë, një mundësi ose një propozim mund të të japë ndjesinë se po hapet një rrugë e re. Në marrëdhënie, një bisedë e sinqertë mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë. Mos e humb energjinë duke kërkuar siguri absolute për çdo hap. Kjo ditë mund të të tregojë se disa fitore vijnë vetëm kur guxon të ecësh përpara. Nëse arrin të mos hezitosh në momentin e duhur, mund të marrësh një avantazh që do të ndikojë në pjesën tjetër të javës. Britsjapi. Një plan që e kishe ndërtuar me kujdes mund të kërkojë një ndryshim të vogël dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se fleksibiliteti është po aq i rëndësishëm sa organizimi. Një moment i vetëm mund të të tregojë se një rrugë tjetër mund të japë rezultat më të mirë nga sa kishe menduar. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më qartë çfarë duhet të mbetet prioritet. Në marrëdhënie, një reagim i qetë mund të sjellë më shumë qartësi se sa një debat i gjatë. Mos kërko të kontrollosh çdo detaj të asaj që po ndodh. Kjo ditë mund të të tregojë se disa gjëra ecin më mirë kur u jep më shumë hapësirë. Nëse arrin të pranosh ndryshimin pa frikë, mund të fitosh stabilitet më të madh. Ujori. Një ide që të vjen papritur mund të ndryshojë krejt mënyrën si e sheh një situatë dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se një zgjidhje ka qenë më afër nga sa mendoje. Një moment reflektimi mund të të tregojë se nuk të mungon përgjigjja, por vetëm vendimi për ta ndjekur atë. Në punë, një mënyrë e re të menduarit mund të të japë avantazh aty ku të tjerët shohin pengesa. Në marrëdhënie, një komunikim i papritur mund të krijojë afrim ose qartësi. Mos kërko miratimin e të gjithëve përpara se të veprosh. Kjo ditë mund të të tregojë se forca jote më e madhe është origjinaliteti. Nëse arrin të besosh më shumë tek vetja dhe tek intuita jote, mund të hapësh një mundësi shumë interesante. Peshqit. Një ndjesi që e ke mbajtur brenda mund të marrë më në fund konfirmimin që të mungonte dhe kjo mund të të bëjë të kuptosh se nuk ke gabuar në atë që ke ndjerë. Një moment emocional mund të të tregojë se një situatë po shkon drejt një drejtimi shumë më të qartë. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë se ku duhet të përqendrosh energjinë. Në marrëdhënie, një reagim ose një afrim mund të zbulojë ndjenja që nuk janë shprehur më parë. Mos kërko shpjegime logjike për çdo emocion. Kjo ditë mund të të tregojë se intuita jote është shumë më e fortë se sa mendon.
Nëse arrin të dëgjosh atë që po të thotë zemra, mund të fitosh qartësi dhe qetësi. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën e vërteta nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.